shkalla e devocionit dhe e devotshmërisë I jep njeriu një lloj vllaznilliku dhe dashnie që nuk përfundon në jetë në kësaj bote, po vazhdon deri në botën tjetër. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Të dashmit dhe shokët e kësaj bote, aleancat e kësaj bote, në botën tjetër kthehen të gjitha në armiqësi, përveç devotshmëve, përveç njerëzve të devotshëm, ato do të vazhdojnë të jenë vëllezën me njëri tjetrin dhe të dashën njëri tjetrit edhe në botën tjetër. Dhe ju të gjithë ju shkon ndërmend besoj hadithe e pejgamberit alayhis salam, ku besimtarët në xhenet I kërkojnë Allahut vëllezërit e tyre. Thonë: Allah, po nuk po I shohim. Janë fal me ne, kanë agjëruar me ne, kina boj iftar bashk, kina shku në haxh bashk, kina net për xhuma bashk. Thotë Zoti, do të vinë dhe ata në xhenet. Do të vinë. Thotë pejgamberi alayhis salam, dhe si ndahen banorët e xhenetit së kërkuari Allahut, derisa t'ju thotë Allahu xhella xhelaluhu, shkoni dhe merrni vëllezërit tuaj nga xhenemi, futini në xhenet. Thonë: o Zot, po si ti njohim vëllezërit tan? Tha Zoti I madh: fytyrat që I kanë rënë sejdë Allahut nuk I tret zjarri I xhenemit, do t'i njihnin mbas fytyrës dhe shkojnë I morin vëllezërit e tyre dhe I sjellin në xhenet. Kjo është dashnia e vërtet, kjo është vllaznia e vërtet, kjo është aleanca e vërtet. Për këtë arsye tha Zoti: innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mes atyre që kanë besuar dhe bërë vepra të mira dhe kanë qenë devotshëm, Allahu do të krijojë wudda, dashni. Lusë Allahun që kjo dashni të na marrë lidh me njëri tjetrin dhe lusë Allahun që kjo dashni të jetë sebeb që të ndërmjetësojmë për njëri tjetrin në botën tjetër, por nuk e pam njëri tjetrin në xhenet. Amin.